Ne dim që ju punoni në sisteme me resurse të kufizuara, me përçmëri të larta dhe me shumë pak hapësirë për të pushuar. Atëherë duhet jemi qartë që nga fillimi se nuk ka të bëjë me shtimin e pritjeve ose detyrave. Ka të bëjë me vendimet e vendimazëve që mund të kurrin këtë presion. Është numri i tretë i këtij seminari virtual të projektit Caring 2.0. Zero, Mani Vuksani, që është menaxherja e projektit në Tartezam Kosovo, që do t'ju japë një pasqyrë të projektit Caring 2.0. Maria, ju ngjatë jetën të gjithëve dhe mirëdita. Faleminderit që na jeni bashkangjitur sot. Para se të fillojmë, do të doja të prezantoj pak rregulla kështu shtëpiake që ta kuptoni se kozgjatja e këtij seminari do të jetë 90 minuta. Gjuha e seminarit do të jetë në anglisht, por që do të ketë përkthim simultan në shqip, bullgarisht, rumanisht. Thjesht mund të klikoni në ikonën e globit në fund të ekranit. Të gjithë pjesëmarrësit do të jenë pa zë gjatë seminarit. Ta keni parasysh që nëse keni ndonjë problem teknik, shkruani në chat, ndërsa të gjitha pyetjet që kanë të bëjnë me përmbajtjen e seminarit do të reflektohen dhe përgjigjet do të merren parasysh vetëm kur futen ose shkruan tek Q&A, pyetje dhe përgjigje. Kjo seancë do të regjistrohet për referencat më të tjeshme dhe ta keni parasysh që gjitha materialet, incizimet, slajdet, prezantimet dhe burimet do të ndahen pas seminarit. Para se të fillojmë seminarin e sotëm, temat e sotme, t'ju prezantoj projektin Kerim 2.0 që financohet nga BE-ja. Projekti ka të bëjë me një parandalim shumë disiplinor dhe pastaj reagim ndaj dhunës në lidhje me shkollat ose në dhe para shkollave, që mbetet një prej brengave kryesore dhe ndikon tek fëmijët në gjithë botën në forma dhe nivele të ndryshme. Provat nga burimet të ndryshme tregojnë që ka shumë forma të pranishme të dhunës në dhe para shkollave, pra në secilin kontekst nacional dhe politika praktika janë bërë përparime të mjaftueshme. Këto masa duhet të përshkallëzohen ashtu që të mbështetet operacionalizimi i një sistemi të integruar në interesin më të mirë të fëmijëve. Pra, duke u ndërtuar mbi implementimin e projekteve paraprake dhe visit dhe Caring që kanë qenë projekte të mëparshme, Caring 2.0 synon të kontribuojë në përforcimin e funksionalitetit të një sistemi të integruar të përmbrojtjes së fëmijëve përmes parandalimit shumë disiplinor, duke përfshirë edhe dimensionet gjinore dhe pjesëmarrjen e bazuar në të drejtat të fëmijëve, sidomos të atyre që janë në gjendje ose në kushte më të vështira. A mund të më dëgjoni? Mirë. Caring 2.0 implementohet në vendet si Bullgari nga partnerët tanë SAPI dhe Asociacioni Roditeli, Kroaci, që quhet Brave Phone, në Greqi, Terdezom, Hungari, Terdezom, që ka rolin e koordinatorit, në Kosovë dhe në Rumani, që të dy janë nga Terdezom. Synimi i përgjithshëm i projektit është të avancojë funksionalitetin e sistemeve të integruara të mbrojtjes së fëmijëve përmes qasjes shumë disiplinore të parandalimit dhe reagimit ndaj dhunës në lidhje me shkollat. Dhe për të arritur këtë objektiv, projekti është konceptualizuar përmes një thirrje socio-ekologjike që vërtetësin tek shtresat të ndryshme, individit, familjarët, komunitetit, shoqëria dhe mënyrat se cila shtresë preket dhe ndikon të tjerët. Për ta trajtuar në mënyrë tërësore dhunën ndaj fëmijëve, përpjekje të përbashkuara në shtresat ndryshme të ekologjisë sociale të fëmijëve implementohen në një sër metodologjish që përkrajnë njëra tjetrën për të ofruar një bazë të fuqishme për shpërndarjen për hapjen e praktikave më të mira. Për ta trajtuar këtë, sigurisht ka ekipe shumë disiplinore që po ashtu janë të dizajnuara përmes dhe me
kolegët tanë të dashur të nderuar ekspertën tonë, Suzana Lutolli, dhe për krajen e kësaj. Pakuj është edhe të seria e këtyre seminarëve, ky i treti dhe i fundit, për sa i përket të qasjes informuar nga trauma, për të ofruar përvojë të mësimit nga të njëjtit ose nga kolegët. Projekti Caring 2.0 përmban metodologji të ndryshme që bazohen tek kurrikula Caring për stafin shkollor dhe dy udhëzues përcjellës për kurrikulën që është pjesëmarrja e fëmijëve dhe iniciativat e udhëhequra nga fëmijët, bullizimi kibernetik dhe pastaj qëndrimi i anashkaluar. Sigurisht është pakuja e trajnimit e informuar nga trauma për ekipe shumë disiplinare dhe ne kemi brenda njërit prej këtyre komponenteve është edhe ajo që quhet bordi këshillues për fëmijë dhe të rinj dhe pas që janë në për shtete të caktuara që janë zhvilluar si mekanizëm i testuar për të siguruar pjesëmarrjen kuptim plot të fëmijëve në proceset e vendimarrjes. Kaq nga ana ime, mund të vazhdojmë normalisht me temat e këtij seminari. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Maria për një prezantim të bukur të gjithë projektit. Unë ndjehem shumë e privilegjuar e kënaqur që të jem pjesë e krijimit të qasjes informuar ose ushqyer nga vetrauma. Tani, në seancën e sotme do të trajtojmë leadershipin, jo vetëm si koncept, por si praktike përditshme, sa siguria, besimi, llogaridhënia marrin formë në jetën organizative. Do të dëgjojmë nga kolegët tanë që punojnë në Greqi dhe Bullgari, duke sjellë perspektivat e leadershipit, praktikës klinike dhe kulturës organizative. Ju ftoheni që të dëgjoni në dinamikën tuaj, merrni ato që është e dobishme dhe lëni ato që nuk është e dobishme. Pra nuk ka kurfar përçmërie që të pajtoheni me ndonjë gjë, kur veshtja për ne mjafton. Tani prezantoj Eleftheria Aravidu, shefe e shëndetit mendor në Terdezon në Greqi, që është folësja jone parë për sot. Eleftheria punoj në seksionin e sistemeve të leadershipit, shëndetit mendor dhe ofron një pasqyrë të mirë informuar se si duket leadershipi i ushqyer nga trauma, sidomos në ambiente të ndërlikuara. Pra, leadershipi prezantohet jo si kontroll, por si një kulturë organizative. Faleminderit shumë Suzana dhe Maris për prezantimet. Më së pari dua të mirëpres secilin që është këtu dhe faleminderit që gjetët kohë për të na u bashkangjitur në këtë seminar për të diskutuar për praktikat e informuara nga trauma dhe në ekipe, sidomos slajdi i radhës, ju lutem. Atëherë të fillojmë me gur themelin apo pasqyre për bashkët mbi atë se çfarë do të thotë leadershipi informuar nga trauma. Çfarë do të thotë? Ky leadership është një qasje e përbashkuar që merr parasysh se si trauma mund ta ndikojë një individ, por njëkohësisht synon të krijojë një ambient që janë psikologjikisht të sigurta dhe e nxisin reziliencën duke i vënë prioritet besimit, komunikimit, përkrahjes së kështu me radhë. Pra kur ne udhëheqim me një këndvështrim të informuar nga vetë trauma, ne përpiqemi të kalojmë përtej menaxhmentit të zakonshëm duke u përpjekur që të ndalojmë ritraumatizimin me komunikim efektiv dhe me praktika të qëllimta. Pra udhëheqim me prezencë, me parashikueshmëri dhe me leje që i bie si lider. Përpiqemi të jemi vetë të gëzuar, të jemi emocionalisht të disponueshëm e mbi të gjitha të jemi të qetë për të dhënë ekipeve tona pritshmëri të qarta për të caktuar rutina të vendosura dhe sigurisht mbi të gjitha ka të bëjë me lejimin dhe krijimin e hapësirës për reflektime, për ndjenja që shprehen, për biseda të rënda të fuqishme, për fuqizim dhe vendimarrje që bëhet në mënyrë transparente. Më lejoni ta theksoj në këtë moment që si lider nuk
ka nevojë të jeni terapeut apo psikolog në klinik, apo ta keni atë pjesën e prapavijës, thjesht duhet ta keni sinqeritetin, dashmërinë, njerëzinë. Pra, slajdi radhës, ju lutem. Por pse? Pse praktika informua nga trauma? Pse leadership i tillë? Pse kalojmë kohë për ta diskutuar këtë gjë? Më së pari, të gjithë e dim që trauma paraqitet në vend të punës dhe në sisteme të punës, kur njerëzit kanë një përjetim të jetuar, pra një përjetim traumatik, këto i marrin me vete brenda sistemeve ku marrin pjesë. Kështu që në vendet tona të punës, në organizatat tona, pra leadershipi i informuar nga trauma, e merr parasysh këtë realitet dhe përpiqet të reagojë ndaj këtij realiteti, jo duke gjykuar, por duke pasur empati dhe duke normalizuar traumën që nuk ka nevojë të jetë gjë e madhe, duhet të jetë koleksion i gjërave të vogla. Dhe për të lullzuar, më pari duhet të ketë paqe, siguri, dignitet në jetën e tyre, duhet të jetë të respektuar, të vlerësuar, të çmuar. Pra, leadershipi informuar nga trauma e vë dinamikën, e përcakton atë klimën dinamike dhe krijon të gjitha kushtet ashtu që të ekipet të arrijnë të përjetojnë suksese, të përmirësohen, të angazhohen. Në fakt, na ndihmon të përmirësojmë performancën, të përmirësojmë moralin ose disponimin dhe krijohen të gjitha kushtet që organizatat të lulëzojnë tutje. Në anën tjetër, imagjinoni kur leadershipi e ignoron traumën, kjo në mënyrë të paqëllimt mund ta përforcoj frikën, më shumë dëmin edhe një lloj veçimi. Pra, liderët e painformuar mund të krijojnë dëmin apo edhe më shumë dëm të paqëllimt se sa ajo problemi i parë. Pra, leadershipi në fakt mbështet atë që e quajmë performancë të qëndrueshme, jo performancë pra nuk e lejon në frikën apo gjykimin që të paraqitet aty. Pra, ajo çfarë duam nga ju është të zhvendoset nga menaxhimi standard, duke rikornizuar ato që tashmë e dim për sa i përket menaxhimit të ekipeve. Sepse leadershipi i tillë nuk synon të kontrollojë gjëra, përpiqet të ndërtoj marrëdhënie besimi, përpiqet të reagojë me një mënyrë që përqendrohet tek njeriu. Lideri ka këndvështrimin e shpresës dhe arrin të shohë mundësitë e zhvillimit që vijnë nga negativiteti ose vështirësia. Dhe në fakt, liderët duhet të paraqiten si ajo speranca e ekipit, që njerëzit që përjetojnë stresin apo njerëzit që përjetojnë ndonjë lloj mosbalancimi apo jo stabiliteti. Pra, kur ndjejmë stres, kërkojmë person që është i tokëzuar, i vetëdijshëm dhe nuk është vetëm reagues në stres. Dhe leadershipi i tillë nuk fokusohet vetëm tek performanca, në fakt përpiqet të identifikojë dhe të përshtatet nevojave dhe ndjenjave dhe të gjejë zgjidhjet përbashkëta si ekip. Ndërsa gabimet pranohen, nuk janë të turpshme, janë pjesë e procesit, si një diçka normale, në fakt të normalizon mësimin, riparimin përmes këtij procesit të rregullimit të gabimeve. Pra, leadershipi me informuar nga trauma ka të bëjë me inteligjencën emocionale, pak a shumë, që t'i qasim i ekipeve me më shumë kodeshtje, por të lejuar që të vinë edhe reagimi kthyes edhe ta shfrytëzojmë këtë reagim pasaj, që të ndihmojmë njerëzit që ta rikthejnë fuqinë e tyre, ose të kenë qasje në informata që mund të jenë dobishme që ata të lullzojnë, të zhvillohen më tutje. Slajdi radhës. Pra, leadershipi i këtill nuk është vetëm aplikim i një strategjie, sigurisht që ka të bëj me krijimin e një kulture që fillon me mënyrën se si liderët rregullojnë vetveten, si ndërlidhen, si parafrohen, pastaj si demonstrojnë shkallësitë e tyre ndërpersonale dhe marrëdhëniet e tilla
dhe pastaj se si e japin vetë shembullin e dinamikës në vend aty. Ata mund ta modelojnë dhe pastaj ta shumë fishojnë. Pra është krijim i një kulture ku njerëzit ndjehen të çmuar, të vlerësuar dhe të mësojnë të rriteni edhe në situatën krijohet themeli për organizata dhe ekipe që të zhvillohen, të ecin tutje edhe përkundër thanave të vështira. Të jemi pra të pak më praktik tashmë, për të parë se çfarë do thotë modelimi i sigurisë dhe besimit. Çfarë mund të bëhet e çka nuk të mos bëhet. Pra, në vend se të bëjmë pyetjen tek ekipi, ose duke vënë në pyetje pse ky person nuk po performon, bëhet pyetja si ta mbështesim këtë person dhe ta kuptojmë si ideja që nuk jeni aty për te i asaj cënimshmërisë, pra dhe ju vetë duhet jeni të sinqert me ndjenjat, me rregullimin tënd, me stresin tënd, për të angazhuar në biseda të vështira, pra për ta mbjellur këtë lloj njerëzie në këto biseda të vështira, që të jeni transparent vetë, të jeni të besuar, jo vetëm të i heshni apo të mbuloni gjëra apo të jepni premtime të mëdha, dhe gjithsesi që të mos kritikohen në sy të tjerëve. Thjesht është udhëheqje me njerëzi ose me humanizëm, me humanitet. Tani ta përmbyllim këtë prezantim të shkurtër që na prezanton se çfarë do të thotë leadershipi i formuar nga trauma, me një vetë reflektim mbi ato se ku qëndrojmë aktualisht e ju lutem, ndjehuni të lirë që të përdorni ato chat, funksionin chat, që të shprehni mendimet tuaja për këto çështje, pra nëse jeni vetë lider të ekipeve ose të institucioneve. Mendojeni, çfarë shembulli jepni ju, apo si bëni ju modelin tuaj. Pra, nëse jeni pjesëtar i një ekipi apo sistemi, si reflekton organizata juaj këto karakteristika që i përmendëm të leadershipit të informuar nga trauma, dhe ju lutem të ndjeni të lirë të shkruani gjërat e juaja, mendimet e juaja në chat. Do të faleminderit shumë për prezantimin, ja këtu janë kontaktet tona për çdo lloj pyetje apo kontakti më të tjeshëm. Faleminderit shumë Elefteria, një gjë interesante nga ajo që dëgjuam, pra leadershipi gjithmonë i përgjigjet pyetjeve të pabëra. A ka siguri këtu dhe leadershipi i formuar nga trauma nuk e heq presionin, por e ndryshon mënyrën se si reagohet me një vetdije mbi marrëdhëniet me konsistencë. Para se të shkojmë tek folsi dy dua ti përkujtoj të gjithëve, kemi funksionin Q&A ose pyetje përgjigje, pra nuk do të përgjigjemi, por që ka një funksion aty të pyetjeve dhe përgjigjeve, dhe aty mund t'i bëni pyetje dhe në fund do të kemi një hapësirë të vogël për t'ju përgjigjur pyetjeve të mundshme dhe folësit dhe unë vetë do të përpiqemi të përgjigjemi në mënyrën më të mirë të mundshme. Tani ju prezantoj Dimitris Agorastos, që është psikolog në Greqi. Ai sjell atë këndvështrimin klinik që na ndihmon të kuptojmë se si bëhet siguria psikologjie në ekipe, për profesionistë e ekipe. Perspektiva e tij është shumë e rëndësishme për liderët, sepse është vendos reagimin nga gjykimi tek mirëkuptimi. Pra Dimitris e ke fjalën dhe vazhdo tutje. Faleminderit shumë Suzana, ju gjatë jetës të gjithëve dua t'ju falenderoj po ashtu që keni gjetur kohë për të na u bashkangjitur nga oraret e juaja të ngarkuara. Tani, si që e tha Elefteria, nuk jemi këtu vetëm për të trajtuar ca slajde aty ose ndonjë listë kontrolluese. Në fakt thellohemi në atë zemrën e asaj se si reagojmë si njerëz, si zhvillohemi brenda ekipeve. Pra kur flasim për sigurinë psikologjike në ekipe, sidomos përmes në këndvështrimit të praktikës e informuar nga trauma, duhet të mbajmë diçka në mend në fushën tonë të punës.
qoftë nëse punon në shërbime sociale, shëndetësi apo në në shëndetin mendor, ne pati me vete tepër shumë historie, peshën e pritshmërive, pritshmëritë e klientëve tanë e kështu me radhë. Shpesh ndjehemi që duhet ta bartim një lloj maske profesionale, nëse mund ta quajmë kështu, që do të funksionante si një lloj buroje. Pra të gjithë këtë e bëjmë këto me apo pa vedi. Ja, paske të dalë në slajdin e radhës. Atëherë kështu, do të hulumtojmë pse siguria nuk është vetëm shkatësi sociale, është një reagim biologjik për performues të nivelit të lartë. Ta definojmë pra se çfarë do të thotë siguri psikologjike. Siguria psikologjike është një temë që shpesh keq kuptohet si ndjesi që secili është i sjellshëm apo shmang konfliktin në kështu radhë, por nuk është detyrimisht e saktë. Siguria psikologjike është besimi është që mund të paraqitesh të dalësh si qenie njerëzore, jo me atë maskën profesionale siç e thash më parë, dhe është besimi që ne si pjesëtar të një ekipi ndjehemi të sigurt që të marrim rreziqe mbi vete, të flasim atë që mendojmë, të shprehim brengat tona, apo edhe të bëjmë gabime. Dhe mund të bëjmë pyetje kot në thojza gjithmonë, pa pasur frikën që do të dënohemi, të ndëshkohemi, apo përjashtohemi, apo turprohemi. Pra, nëse mendojmë koston, çmimin social të heshtjes, imagjinojeni që jeni në një takim të rëndësishëm me nivele të larta dhe shihni një lloj plani dhe shihni sallën se cili bën me kokë, po me kokë, dhe të duket disi që diçka nuk është se është keq, por nëse nuk ndjehesh mirë rehat aty, trupi fillon të bëj kalkulime. Nëse flasun, a do të më shohin si të vështirë, ndoshta shefja do të mendoj që nuk jem bashkëpunues, por kjo heshtje është e rrezikshme për shumë arsye. Më së pari, kjo e mbyt inovacionin. Njerëzit mund t'japin ide të çmendura kur ndjehen rehat psikologjikisht, sepse nuk fiksohen se do të qeshin me ta. Dhe ku jemi në mjediset e tilla të sigurta, të rehatshme, mund t'i themi ato vërtetat e rënda, sepse dim se marrëdhënia është e mirë. Pra edhe ku bën gabime, nuk është diçka krejt e keqe, mund të jetë gjithë krejtësisht normale. Pra janë të dhëna që duhen analizuar e jo vepër që duhet dënuar. Dhe sigurisht pastaj rehatia ose siguria psikologjike avancon edhe kohezionin, sepse nuk kemi nevojë të friksohemi që të kthejmë kokën mbrapa apo diçka e tillë e kryejmë atë mision që kemi. Pra pa siguri të tillë ose rehati psikologjike, njerëzit nuk mund të ndjehen të lirë të flasin. Nëse shfrytëzojmë trurin për vetëm mbrojtje, kjo fuqi pra nuk shërben më për të përmbushur qëllimet e ekipit apo klientëve apo nxënësve kështu me radhë. Slajdi i radhës, ju lutem. Në ekipet e informuara nga trauma, diskutimi zhvendoset nga teoria menaxhimit në një fushë që është më afërt me mua, neuropsikologjia, dhe këtu gjërat bëhen pak më interesante. Tani në këtë kontekst duhet ta kemi parasysh që siguria emocionale ka të bëj me kapacitetin e performancës, sepse truri njerëzor është ashtu i montuar për mbijetes para inovacionit. Pra kur ka turp, kur ka përjashtim, veçim, truri, jo vetëm që ndjehet i lënduar, por reagoj sikur të jemi të kërcënuar fizikisht. Do të vjen amigdala, do të është ajo truri mbijetesës dhe pjesa e trurit që e përdorim për vendimarrje më komplekse, empati apo zgjidhje problemesh, literalisht mbyllet ose shkyqet. Tani mendojeni ndikimin në punën tuaj, imagjinojeni një koleg që
ka kaluar diçka traumatike me ndonjë klient apo diçka të tillë, dhe nëse kthehen në një ambient ku ndjen të gjykuar apo duhet të veprojnë ashtu, të aktrojnë se janë të fortë, sistemi i nevojës tyre është në alarm dhe nuk arrin të procesojnë ndonjë gjë, pra nuk e ndihmon që ta procesojë stresin. Pastaj në kohë më të gjatë ka reagoshmëri, pastaj traumë sekundare dhe sigurisht edhe shtërrim fuqie. Dhe mu për këtë themi që avokojmë për mbështetje midis kolegëve dhe mbikëqyrje bashk rregulluese. Slajdi i radhës, ju lutem. Tani të provojmë ta shohim se çka do të thotë si tingëllon siguria psikologjike, sepse është diçka që nuk mund ta gjejmë në ndonjë libër apo diçka e tillë. Në fakt, kjo gjendet çdo kohë në punë, në ambientin e punës, ka diçka në ajër, siç thonë. E dëgjoni tingullin e ndeshmërisë, sinqeritetit në një ekip të sigurt, njerëzit nuk i fshehin ato ndjenjat njerëzore, por që vetë dalin të tillë, kërkohen fraza ose dëgjohen fraza siç janë këto në slide. Faleminderit për përgjigjen, do ta marr parasysh, do ta mendoj. Nuk e di se si do t'ja bëj kësaj, pa ka dikush që mund të ma ndihmoj pak. Nuk pajtohem, por që ndjem i lirë që ta them këta. Pra janë biseda normale, ka të bëjmë atë tonin në të cilin flet personi, pra mbillet empatia në fund fundit. Në slajdin e radhës, ndërtimi i kësaj kulture empatie nuk bëhet aksidentalisht, sigurisht që kërkohet pak mund edhe një lloj ndërtimi i qëllimshëm në tema ose fusha të ndryshme. Këtu shohim pas shtylla shumë të rëndësishme të kulturës së një ekipi të informuar ose ushqyer nga të vetë trauma. E para është siguria ose rehatia, kjo është ndoshta themeli më i rëndësishëm, siguria, këtë kuptim, siguria në marrëdhënie, siguria emocionale, dhe kjo vjen pa çdo gjë tjetër. E dyta si shtyllë është besimi. Dhe nuk është vetëm vibe, nuk është vetëm ndjesi, është diçka që ndërtohet në shumë momente të vogla me konsistencë, qartësi, vazhdimsi në veprime, kështu me radhë. Pra, kur bëhet ajo që ke thënë se do ta bësh, në atë moment kur ke thënë që do ta bësh. E këshilla e tretë është bashkëpunimi, dhe kjo ka të bëjë me ndarjen e ndërsjellë të fuqisë. Pra, secili zë në sallë do të ketë rëndësi, pa marrë parasysh se çfarë pozite apo vazhdimësie mund të ketë 20 minuta apo 20 vjet. Fuqizimi është shtylla e radhës. I japim pronësi njerëzve në rolet e tyre, ju japim zgjedhje që të bëjnë, dhe është saktësisht e kundërta se si funksionon trauma. Dhe shtylla e fundit, por jo më pak rëndësi, është mbështetja ose përkrahja. Kjo na sjell tek citati këtu që shohim. Ekipet mund të zhvillohen kur ndjehen të parë, të vështruar, e jo vetëm të matur. Pra, nëse në interaksioni vetëm i yni me stafin, me ekipin tonë, ka të bëj me afate, matrica, gjëra të tilla, atëherë i trajtojmë qenit njerëzore në zyra si të ishin makina. Makinat nuk kanë trauma, por qenit njerëzore kanë trauma. Pra, kur e shohim përpjekjen që bëhet në këto outputet e stresin, e gjërat e vështira, rastet vështira që i kemi përpara nesh, kështu ndërtojmë kulturën që është mjaftueshme, qëndrueshme për ti ballafaqjuar të gjitha stuhit që na dalin përpara. Slajdi i radhës. Tani, do flasim pak se si krijohet kjo kulturë në baza të përditshme. Ka të bëjë me mbikëqyrjen. Mbikëqyrja në shumë sisteme është si një lloj policie, në thojza, një vend ku duhet ta dëshmosh që ke kryer punën në letra, punën, detyrat të shtëpisë, kështu me radhë. Por tek një kulturë ose sistem të ushqyer nga vetë trauma, dhe mbikëqyrja ka të bëjë me marrëdhëniet
do thot një lloj ene ku gjenden, ku rriten ato marrëdhënie. Pra se cili pjesëtar stafi mund të sjell ato barrat e veta dhe e kuptojmë që kjo punë është e vështirë dhe është e qartë kjo punë. Është në rregull që të jesh i pasigurt apo të i mbi ngarkuar dhe dikush do të jetë këtu që të ta jap një dorë. Siç e themi, pra mbikëqyrja është kur njerëzit marrin frymë lirshëm e jo ta mbajnë frymë. Pra, nëse ekipi nuk është në zyre, edhe e mban frymën, do thotë ata janë në stres, nuk mund të reflektojnë, nuk mund të mësojnë, por nëse hynë në një sallë ku njerëzit qetësohen edhe e nxjerrin atë frymën, aty fillon të kryhet puna. Aty ecim nga të qelit reaktiv në reflektues. Dhe si lider, puna jon është që ta sigurojmë mu atë çlirim fryme në ekip. Tani si përmbyllje ndoshta ato kësaj kohe, ose këtij prezantimi duhet të shkojmë nga teoria në diçka pak më personale. Tani kemi biseduar për biologjinë, për ato shtyllat, për tonin, apo gjuhën, mënyrën se si shprehemi ose flasim, por në fundit, siguria psikologjike fillon me secilin prej nesh. Pra, unë dua t'i bëni pyetjen vetes. Çka është një gjë që ta bën ekipin ku je të ketë ndjesinë e sigurisë? Do thotë, çka do qoftë? Mënyra se si kolegja të dëgjon pa e shikuar telefonin, ose mënyra se si e ballafaqon gabimin pa fajsim, ose një buzëqeshje vetme, dikush që të thotë, tung, si e sot, a je mirë sot, pare se të hysh në një takim. Nuk ka nevojë të jetë diçka e madhe ose diçka shumë e rëndësishme. Dhe këtë dua ta merrni me vete si mesazh. Çka do që është një gjë që të ka shkuar në mendje, unë ju inkurajoj ta merrni me vete, ta trajtoni brenda ekipit. Nuk është se ka nevojë për ndonjë plan të madh, ndonjë politikë të re për të qenë të informuar nga trauma. Një moment prezence, moment vullneti për ta kuptuar që qenia njerëzore që e ke përballë arrin ta shoh ekipin pra si ekip njerëzish me ndjenja me gjëra të tilla. Kaq për sot nga ana ime, faleminderit për kohën tuaj, për vëmendjen dhe faleminderit shumë për punën që bëni për çdo ditë. Faleminderit shumë Dimitris. Ishte prezantim i shkëlqyeshëm dhe mund t'i japim një minutë pjesëmarrësve që të përgjigjen. Sa të sigurt ose rehat ndjen ata në ekipet e veta? Çka e bën mjedisin e punës të sigurt? Pra, kemi tashmë empati ku lideri merr përgjegjësinë dhe në fakt edhe udhëheq. Dikush thotë që aftësia, mundësia për të folur, për të dëgjuar, për të kuptuar. Një sinjal shumë i mirë i rehatis në ekip, pritshmëri e kufit të qartë, solidaritet, shumë gjëra të mira, mundësia për të dëgjuar, për të kuptuar, për të kuptuar, hapësirë e respekt për mendimet ndryshme, prap kemi empatin. Empatia është ndoshta thelbi i qasjes së informuar nga trauma, kështu që është bukur të shohim përgjigje të këtilla. Faleminderit shumë për kontributet e juaja, faleminderit Dimitris, një gjë shumë e rëndësishme. Pra, kur sistemet e injorojnë stresin dhe traumën, njerëzit nuk bën më të qëndrueshëm, thjesht bën më reagues. Leadershipi i informuar nga trauma merr parasysh që performanca nuk mund të ndahet nga siguria emocionale. Dhe kur flasim për siguri psikologjike, është dallimi midis njerëzve që mbrojnë veten dhe njerëzve që përkushtohen në punë. Kur ka dhe ati psikologjike, njerëzit nuk është se nuk bëjnë gabime, por që mësojnë dhe vazhdojnë ta përmirësojnë veten përtej asaj që është aktualisht e mundur. Tani shkojmë tek tema e tretë e seminarit tonë virtual dhe kemi nga ekipi SAPI Bulgaria
Ana Krantova dhe Boris Lambert do të flasim njëri pas tjetrit. Ata do të flasim për vështrimet klinike mbi ato se si parimet e informimit nga trauma paraqiten në sistemin e praktik tani. Gjëra të vogla, gjëra që nuk kërkojnë programe të veçanta, por thjesht vendime më të vogla. I jap fjalën Anës që të filloj prezantimin e saj. Faleminderit shumë Suzana për prezantimet tona. Tani, tema e tretë të cilën e prezantojmë sot është integrimi i kujdesit të informuar nga trauma në sisteme e në praktika. Slajdi radhës, ju lutem. Më së pari, kujdesi informuar ose i ushqyer nga trauma nuk është një seancë e njëhershme. Është një zhvendosje, një ndryshim kulture që integrohet në sisteme, politika, praktika e vetë gjuhë të shprehjes. Pra, se si njerëzit mirë priten, si trajtohet konflikti, si zbatohen protokollet dhe pastaj si komunikojnë politikat. Njerëzit nuk ndjehen rehat pse i themi ne për të ndjerë të tillë, por ndjehen të sigurt ose rehat kur e shfaqim udhëheqën tonë dhe nëse flasim për kujdesin ose parimet e kujdesit të informuar nga trauma brenda një organizate. Unë do të prezantoja disa shembuj nga organizata jonë, SAPI Bulgaria. Slajdi radhës pra. Atëherë kështu. Takimet e stafit, mbledhjet e stafit, ose se si zërat ftohen për të shprehur, e jo që merren vendime në organizatën tonë. Gjëja e dytë, si parim prap i kujdesit të informuar nga trauma, është mbikëqyrja që ka për fokus kuptimin e procesin, jo vetëm performancën. Gjëja e tretë, si princip i kujdesit të informuar nga trauma, është mjedisi fizik, do të thotë kur ndahen ato hapësirat për pushim, më pak stres për staf. Dhe pastaj tek disiplina dhe konflikti që fokusohet tek komunikimi me pranim të këndvështrimeve të ndryshme, pa i gjykuar asnjëherë, sigurisht me mbështetje nga drejtuesit. Dhe slajdi radhës, ju lutem. Tani do të flisja pak për atë që është gjuha ose formulimet. Do thotë gjuha që shëron dhe gjuha që lëndon. Tani, kur flasim për gjuhën, atë tradicionalen, si që mi mësuar të dëgjojnë, sigurisht i kemi të gjithë shembuj të tillë, kur flasim për atë që quajmë klient që nuk bindet, i pabindur, mund ta transformojmë këtë deklarat në gjuhën e duhur si person që ka problem me sigurinë ose me atë kontrollin e vetvetes. Pra, në këtë rast gjuha ka shumë rëndësi si pjesë e kujdesit të informuar nga vetë trauma. Ose një shembull tjetër është shpreha sjellje agresive. Në gjuhën e duhur flasim reagim defanziv ndaj stresit ose frikës. Dhe pastaj flasim për të rinjt ose një të ri që e quajmë që fëmijë në rrezik e kështu me radhë. Pra nuk kemi as vend për një gjuhë të tillë. Ne duhet të tingëllojmë
ndryshe, pra që të ndalemi dhe ta bëjmë ashtu siç duhet punën tonë, në punën tonë, slajdi radhës që lutem, në punën tonë, ne udhëheqemi nga qasje që shikojnë përtej sjelljes së dukshme dhe fokusohen tek kuptimi, konteksti dhe përjetimi subjektiv. Kjo do thotë që e trajtojmë ose shohim traumën në kontekstin e përvojës ose përjetimit subjektiv. Kështu trauma është unike për secilin person dhe ka kuptim ndryshe tek secili individ. Pra, secili profesionist duhet ta kuptoj, duhet ta kuptoj këtë gjë dhe pastaj ta përkthej ose ta kuptoj më mirë që trauma është me të vërtet unike për secilin person. Secili e ka mënyrën e vet të kuptuarit të për traumës së tij apo saj. Një shembull për një klient agresiv është pse është agresiv ai, por pa e gjykuar si, pa e quajtur agresiv drejt për drejt, do thotë kështu e mendojmë dhe kjo mënyrë e të menduarit e ri trajton mënyrën tonë të parit të këtyre gjërave dhe normalisht na bën të ndryshojmë edhe mënyrën se si i shohim klientët tanë. Pra, të jesh informuar nga trauma nuk do të thotë vazhdimisht etiketim i njerëzve që janë të traumatizuar duke ja vënë emrin. Thjesht duhet i japim kuptim asaj që e shohim pa paragjykuar një, pra të shmangim ndonjë gjuhë të tillë që identifikon njerëzit si të traumatizuar. Pra është shumë më rëndësi edhe karakterizimi, pra nuk ka nevojë që ta theksojmë traumën apo të përdorim gjuhë që orientohet nga ka nevojat subjektive të një individi. Dhe në slajdin e radhës, kolegu im Boris do të marrë udhëheqjen e prezantimit. Faleminderit shumë për vëmendjen. Faleminderit shumë Ana dhe mirë se ke ardhur Boris, Tung, Suzana. Slajdi para këtij, ja ky. Do të doja t'i bëj pyetje të gjithëve, që ju të përgjigjeni në chat në këtë pyetje. Kjo është mënyrë për ta menduar, për të dalë pak nga ky prezantim. Të këtij seminari ndoshta të ndalmi edhe ta mendoni. Çka është një gjë që mund ta zhvendosni, ndryshoni ose ta ruani në ekipin tuaj për të integruar parimet e informuar nga trauma. Pa çka mund të ndryshoni për të qenë më të informuar nga trauma, për të qenë më të vetëdijshëm për emocionet, nevojat, asaj çka ata bartin me vete, nëse mund ta themi kështu. Patëm ca reflektime tashmë, të shohim se si njerëzit ndjehen vazhdimisht, siguria mendore, të flitet haptas, të jemi të vetëdijshëm për ndikimin e traumës në aktivitetet përditshme.
pastaj edhe shëndeti mendor, po ashtu ose siguria mendore, të gjitha janë koncepte të mira që mund të na ndihmojmë të integrojmë brenda hapësirës edhe emocionet, edhe rregullimin emocional, pra nëse arrijmë ta rregullojmë gjendjen tonë emocionale gjatë punës sonë, gjatë orarit punës së fjala, mund të jemi më të vetëdijshëm për persona të tjerë, mund të jemi më të vetëdijshëm për opsionet tona vetanake për të reflektuar pa pasur nevojë të reagojmë me sjelljen tonë. Pra, siç e tha edhe Ana, të jemi më të vetëdijshëm që ka diçka prapa një sjellje, një veprimi të një personi. Pra, kur mësohet që është në rregull të flitet dhe të kërkohet ndihmë, këto janë shumë të rëndësishme, sigurisht, sepse të gjithë ne që punojmë në profesionet të kujdesit, qoftë në arsim, shkollim, apo në shëndet mendor apo shërbime sociale, duhet ta kemi parasysh që njerëzit na vijnë me vuajtje ose me probleme të tilla që mund të jenë ngarkesë edhe mbi ne dhe duhet ta kemi parasysh që të mos japim etiketa, mos të mendojmë që këta njerëz uh, 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 kanë probleme, thjesht kanë vështirësi ose ndjenja të tilla. Pra duhet krijohet hapësira për biseda, për shprehje të emocioneve. Ndoshta të dalim tash tek slajdi i radhës. Pra, këta janë disa shembuj të gjitha atyre, ato që ju i përmendët në chat, në fakt, jo dhe falenderoj shumë, ka disa shembuj këtu që dua t'i shtoj atyre që ju i përmendët tashmë. Pra edhe këto gëzimi mund të shtohet kur takoni me stafin, këto mund të jenë shumë të rëndësishme, që ekipet të ndjenë më të relaksuar. Pra mbrojtja e orareve për reflektime mbi këshyrje. Mbikëqyrja mund të jetë një mjet shumë i rëndësishëm për të shprehur emocione dhe siç e tha Dimitri, për të marrë frymë, për ta shkarkuar një lloj bare, për ta, jo për t'ja ngarkuar diku tjetër, por që të marrim të të gëzojmë edhe mbështetjen e tjerëve. Takime stafi ku secili mund të shprehet thjesht drejt për drejt. Këto organizata duhet të jenë të sigurta, mjaftueshëm që secili të ndihet e lirë të flasë. Dhe kjo është një parim shumë themelor i kujdesit të informuar nga trauma. Dhe pastaj ambienti mikpritës dhe i dedikuar për stafin, pra hapësira ku punojmë e ku jetojmë, duhet na bëj të ndjemi të sigurt, edhe të rehat edhe të jemi në gjendje të shprehemi, pra edhe ambienti fizik i dedikuar shumë i rëndësishëm, pra ambientet të mira që janë mbrojtëse, protektive, pra mund të bëhen ndoshta edhe renovime thjesht, për ta bërë më të mirë mjedisin, ashtu që na bën të ndjemi pak më mirë, sa do pak. Tani tek konfliktet, edhe këto janë shumë të rëndësishme, që është e fundit këtu, por jo për ka rëndësia, kur ka konflikte në ekip, drejtuesit dhe menaxherët e stafit duhet fokusohen tek zgjidhja dhe tek dinamika e ekipit, pa pasur nevojë që të fajsohet dikush, por që të gjendet një zgjidhje që është e pranueshme për të gjithë, për të parë se çfarë ka shkaktuar konfliktin e jo kush e ka shkaktuar konfliktin. Pra kjo është shumë e rëndësi në aspektin që pa pasur nevojë të bëhet me gisht dhe pastaj të ndahet përgjegjësia në mënyrë të përbashkët, të ndahen emocionet, përjetimet mbi ato se çfarë mund të ketë ndodhur. Slide i radhës. Një pikë që është më e rëndësishme është edhe krijimi i hapësirave reflektive. Pse ka në rëndësi kjo? Pa një hapësirë ku reflektojmë, ne digjemi ose bëhemi reaktiv, nuk jemi në harmoni me vetveten ose në sinkronizim me të tjerë, pra nuk kemi më reflektim, kemi vetëm reagim. Pra, kur ka ndonjë klient agresiv, është shumë më lehtë që ta fajsojmë atë e t'i japim një indikim në vend se të
reflektojmë se pse ose çka ka bërë këtë person të sjellë këtë gjë. Sistemet e informuara nga trauma krijojnë hapësira guximtare për dialog të sinqert. E ky është parandalim i djegjes ose shkërrimit. Pra, secili mund ta ketë hapësirën për të shprehur thjesht për të thënë gjëra që janë pjesë e procesit të punës, por edhe jashtë tij. Gjëra që janë shumë të rëndësishme për secilin individ, qoftë ai në jetën personale ose diçka tjetër. Kjo është një hapësirë ku secili mund të ndajë mendimet e veta ose të jetë vetvetja thjesht. Pra normalizimi i paqartësisë ose pasigurisë ose gabimeve, sepse jemi të gjithë qenie njerëzore, mund të kemi ato gabimet tona ose paqartësitë tona. Askush nuk mund t'i di të gjitha përgjigjet, por secili prej nesh ka nevojë që ta pranoj këtë gjë, ta ketë parasysh këtë gjë dhe pastaj të arrit ta integroj atë brenda ambientit dhe të punoj me një gjë të tillë dhe ta ketë parasysh që paqartësitë e tilla janë në rregull, gabimet bile janë në rregull. Një shembull tjetër nga puna jo në Sapi, Bullgari, është që kemi shumë trajnime, pra i japim prioritet mësimit kolektiv për te i perfekcionit. Pra, nuk ka nevojë që të arrijmë. Sigurisht që kemi qëllime për të arritur, por duhet ta kemi parasysh po ashtu që mësojmë, zhvillohemi, zgjerohemi, është proces zhvillimi. Edhe organizata zhvillohet, po edhe ne si individ kështu zhvillohemi, sepse këto janë jetët tonë, kështu funksionon dhe ne si persona jemi të integruar brenda këtij sistemi pune, në këtë lloj pune. Slajdi i radhës, ju lutem. Kështu, disa ide për sa i përket hapësirave reflektive. Mund të jenë ato rrethët e mësimit nga kolegët dhe pastaj raportimet kundrejt ekipit në bazë të rrëfimeve të caktuara. Çdo gjë që na mundson thjesht që të bëjmë një lloj pauze, të gjejmë atë tokën ku të udhëzohemi, thjesht ta gjejmë sinkronizimin ose sintonin për ta ndalur për një moment një proces caktuar dhe thjesht të themi vetes, më duan një 5 minuta pushim, edhe qoftë edhe në vetmi ose edhe me të tjerë, sipas nevojës, për thjesht për të gjetur një lloj qetësie, pra që të gjendet një mundësi për të bërë një pauzë të shkurtër, sado qoftë e vogël. Pra, ky është përfundimi i prezantimit. Do doja t'ju falenderoj të gjithëve nga ana ime. Nuk po e përfundoj seminarin, por dua t'ju them që faleminderit që keni gjetur kohën na bashkangjiteni për të ndarë me ne këtë lloj përvoje, tani si mendime përfundimtare. Veprimet e vogla krijojnë ndërrime të mëdha. Pra, praktika informuar nga trauma nuk është ngarkesë plotësuese e punës, nuk është një gjë që duhet ta bëjmë. Nuk është tërësi detyrash, është aplikimi i parimeve SAMSA në ndërveprimet tona përditshme. Edhe këto që i themi në këta seminar, 3 seminar, të jemi të sinqert, të ndershëm, të pranues, të pranojmë edhe ato paqartësitë e pasigurisë tona, duke pasur parasysh që të gjithë ne i kemi barrët tona dhe nuk e kemi asnjëri as pak lehtë që ta ruajmë këtë qëndrimin pozitiv ose përshtypjen pozitive, që të ballafaqohemi dhe ta përballojmë jetën çdo gjë që aplikojmë dhe kjo mendësi që e përdorim, këto janë parimet SAMSA dhe kujdesi informuar nga trauma, do thotë dhe ato pastaj integrohen në mënyrën se si integrohemi, si reagojmë, si udhëheqim e kështu me radhë. Si lloj konstatimi ose si përfundim, ajo që na duhet është momenti i prezencës, vullneti për riparim e edhe një kulturë që çmon marrëdhënien përtej reagimit. Tani si përmbyllje asaj se çfarë duhet të reflektojmë pra e jo të reagojmë. Një pyetje përfundimtare që do t'i doja të shija përgjigjet tuaja është kjo pyetje këtu në fund. Çka është një gjë që do ta bëni ndryshe nesër?
Nëse dëshironi ta thoni këtu, thuajeni. Nëse jo, mbajini për vete, por që nëse arrim të ndryshojmë një gjë të vogël në jetën tonë për të mirë, edhe botën mund ta bëjmë më të mirë. Faleminderit shumë për vëmendjen. Faleminderit shumë Boris dhe Ana, të dyve. një, një prezantim i shkëlqyeshëm që ka dalohet këtu është që praktika e informuar nga trauma s'ka të bëjë me etiketa ose gjuhë të specializuar. Është thjesht mënyrë se si trajtohen njerëzit në rast konflikti ose presioni. Pra, kultura ose përforcohet ose riparohet dhe pastaj folëm edhe për gjuhën, mënyrën e të shprehurit. Nuk është neutrale, pra ose i rregullon njerëzit ose i shtyn drejt defanzivës. Pra mesazhi kyç që kemi gjatë gjithë këtij trajnimi është pra nxitja e kurreshtjes dhe trajtimi i gjërave me empati, qoftë me klientët me cilët punoj ose me kolegët. Pra ndryshohet narrativi nga ajo se çka ke ti keq këtu tek ajo se çka ke përjetuar në ekipet e tilla. Mënyra se si shprehemi është edhe mënyrë është paqe e rëndësishme sa vendimi. Nën presion, gjuha bëhet kulturë. Liderët japin shembullin atë e asaj nëse frika është qëndrimi përfundimtar. Gjuha e kujdes e informuar nga trauma krijon kushte ku llogaridhënia është e mundur. Ne tani do të hapim fjalën për pyetje dhe përgjigje. Kemi ca pyetje dhe këtu në Q&A dhe nëse keni pyetje të tjera, ju lutem ta përdorni këtë funksion për pyetje që kanë të bëjnë me përmbajtje, pra me prezantime. Tani i ftoj panelistët që ti hapin edhe një herë kamerat. Faleminderit shumë. Në nëse do kush nga ju keni pyetje në chat që dëshironi të marrni përgjigje, po. Eleftheria. Në fakt, mu duk interesante një pyetje nga Albesa, se si mund të implementohet leadershipi informuar nga trauma, kur ka shumë pak alokime buxheti në shëndet mendor. Pra, kjo është një gjë, një dhënë që vjen nga raportet më të fundit të OBSH-s, që kanë të bëjnë me financimin që alokohet për shëndetin mendor. Unë mendoj që është shumë e afërt me situatën reale dhe pyetjen që është bërë. Vetëm do doja të komentoj pak lidhje me këtë. Ka me të vërtet kufizime shumë reale që kanë bëjnë me shërbimet të shëndetit mendor. Thjesht nuk është prioritet për shumë shoqëri. Ne e dim që shëndeti mendor është pak ose dobët e financuar. Nëse dëshirojmë ta shohim këtë fjalim megjithatë në aspektin e praktikës informuar nga trauma, do ta mendojmë kështu, nuk synojmë që të ofrojmë më shumë shërbime të shëndetit mendor, po duam ta integrojmë politikat e sigurisë psikologjike brenda sistemeve ekzistuese. Pra, mund të fillojmë të punojmë me vetveten, me sjelljen tonë, si lider, si ekipe, si staf. Kostoja aktualisht së paku financiar zero, normalisht jo ajo vlera sentimentale. Ani, mund të përdorim, mund të shfrytëzojmë kornizat ekzistuese që i kemi në takimet ekzistuese, thjesht për të informuar me këtë praktikë, me këto praktike të informuar nga trauma dhe pastaj trajnimet ta përhapin këtë njohuri. Siç e thanë kolegët tanë, ne mund t'i ofrojmë ekipeve opsione, zgjedhje, që ta krijojmë atë sigurinë psikologjike dhe kolegët tanë na dhanë disa ide praktike shumë të mira si mund të arrijmë këtë gjë. Pra, e kuptoj goxha mirë që shëndeti mendor është dobët e financuar, por që duhet ta shohim se si të mos e shohim praktikën e informuar nga trauma si shërbim shtesë i shëndetit mendor. Do thotë vetëm si praktike integruar brenda asaj që ekziston. Dhe faleminderit shumë kolegës për pyetjen që e bëni.
Faleminderit shumë Eleftheria, përgjigje shumë e bukur tek qasja e informuar nga trauma, kur flasim për ndryshime zhvendosje kur në mënyrën se si veprojmë, ato normalisht nuk kanë kosto. Të jesh i sjellshëm, i dashur, i afërt, nuk kushton gjë. Kur ka mungesë stafi, kur ka mungesë financash, nuk ka të bëjmë me ndryshimin e mekanizmave të tilla, sepse nuk mund ta bëjmë këtë si individ ose si ekipe. Sigurisht që përpiqemi të bëjmë edhe këto, por fokusi është se si ta bëjmë këto më të lehtë për neve dhe pastaj më humane për klientët që shërbejnë. Edhe për kundër mungesës së resurseve, do thotë ai presion mund të projektohet brenda stafit dhe pastaj stafit do ta bart tutje presionin te klientët. Pra duhet të merren parasysh kufizimet, pra qasja të jetë humane, pa i fajsuar, duke krijuar atë kohën e reflektimit për të kuptuar, për të ballafaquar presionet që ne i kemi edhe që ta kuptojmë se një mësim dhënës në shkollë që ka resurse të kufizuara me mbi 30 dhënës nuk është ndonjë punë e lehtë. Thjesht ta marrim parasysh, ta njohim të ofrojmë mbështetje para që mundem edhe me kufizimet që kemi. Dhe pastaj duhet na dëgjojnë edhe të tjerët që e po e njohim, që e kuptojmë dhe duke bërë kështu krijojmë ambientin ku është më lehtë të shprehet ose më lehtë të punohet. Do një pyetje tjetër për panelistët. Na jepni pak sekonda që ti lexojmë, pra nuk kemi pasur kohë që ti trajtojmë gjitha pyetjet, ashtu që të japim përgjigje më të mirë menduara. Ndoshta ti përgjigjem një pyetje tjetër këtu, Suzana. Ndoshta mund të ma plotësoj si mundet lideri të krijoj siguri emocionale në një fuqi punëtore që është e traumatizuar ose ka traumë. Roli i liderit është shumë i rëndësishëm, sepse ky është personi që e vë atë dinamikën dhe se cili e sheh për shembull. Pra shumë rëndësi që lideri të jetë informuar nga trauma dhe ta mendoj këtë aspekt relacional ose aspektin e marrëdhënies, faktin pra që secili bart me vete vështirësitë e veta. Pra, se si sakt mund të krijoj rehatim psikologjike, është politikat, është tek politika që ai ose ajo i zbaton mbi fuqinë vetë punëtore, mbi stafin e vetë, mënyra se si e strukturon ditën, mënyra si i mban mbledhjet me stafin, pra si e krijon këtë hapësirë të sigurt për të shprehur. Dhe gjëja më e rëndësishme ndoshta vetë qëndrimi, pra qëndrimi nëse është i përafërt, i dashur edhe kur i ballafaqon ato vështirësi që stafi i shpreh, ai i sjell, pra ky lider sjell ndryshimin pozitiv në fuqinë punëtore. Edhe me gjëra tjera mbikëqyrja kështu me radhë, por këto janë ndoshta ato më të parat, më themelore. Vetëm ti shtoj një gjë të vogël kësaj, për sa i përket sjelljes si leadership, si lider. Ndoshta jo të gjithë jemi lider, ndoshta jo të gjithë mbikëqyrim dikë ose menaxhojmë dikë. Por nëse e bëjmë këtë, ka shumë sjellje që mund t'i aplikojmë dhe kur flasim për një fuqi punëtore të traumatizuar. Konsistenca, transparenca. Ne jemi konsistent në sjelljet tona, në takime, në qasje. Është ndihmon shumë sepse paqartësia është edhe më e rëndë se vetë vështirësia. Normalizimi i asaj se që mund të bëhen gabime, mund të ketë vështirësi. Pra, dikush që kërkon ndihmë, nuk e gjikojmë, nuk e turprojmë për ato se pse ti nuk po e di këto që duhet ta dish, reagojmë me kurreshtje dhe llogaridhënie, jo me turprim. Pra, pa pasur nevojë të ngutemi ta korrigjojmë. Nuk ka nevojë ta riparojmë çdo herë. Të ofrojmë zgjidhje kur jemi të informuar nga trauma, shumë rëndësi që të ndihmojmë që njerëzit të ndjehen të dëgjuar
Kështu që të fillojnë vetë rregullimi, siç u përmend më parë, mbikëqyrja, këto kontaktet e shpejta, jo vetëm performancën, dhe ndoshta më rëndësishme është rregullimi mbas të modelimit, çka i bie kjo. Kur flasim për qasjen e informuar nga trauma, është modelimi ynë, shembulli ynë se si duam të shohim të tjerët. Pra ne vetë mund t'i kemi vështirësitë, sfidat tona, por duhet të arrijmë aftësinë që ta rregullojmë vetveten pikë së pari, sepse rregullimi ndodh në marrëdhënie. Nëse je vetë i rregulluar, sigurisht që tjetri e ka më lehtë të rregullohet në pranin tënde. Pra, këto janë sjelljet e një ide që është informuar nga trauma, dhe pastaj kjo gjë integrohet brenda veprimeve të përditshme, jo deklaratave që dikush mund t'i bëj apo mund mos i bëj. Kemi edhe ca pyetje tjera këtu, po përpiqemi të përgjigjemi. Kush do nga panelistët mund të marrë përgjigjet? Dikush që pyet. Kam dy pyetje nga i njëjti person. A ka pilot programe ose raste studimi nga Shqipëria që tregojnë ndikim të matshëm të ndërhyrjeve të ushqyera nga vetë trauma? Nuk do të kisha ndoshta një shembull kështu të drejtë për drejtë për Shqipërinë si vend. Kemi pasur të trajnuar nga Shqipëria disa të tillë dhe e di që ka punë që bëhet në terren për të implementuar praktikën informuar nga trauma në profesionet e kujdesit, por që nuk mund t'i japim përgjigje të saktë në këtë platformë aktualisht. Dhe pyetja e dytë pasaj, sepse po mundon ta gjej këtu në për ekranet të ndryshme. Ishte një pyetje tjetër interesante, a ka shembuj të kurikulave ose metodologjive ligjëruese në Bashkimin Evropian që kanë qenë me sukses të integruar në shkollë për ta integruar këtë çësje të informuar nga trauma? Mund ta them me bindje që në shumë vende të Bashkimit Evropian, çësja e informuar nga trauma është integruar brenda ligjërimit, brenda shkollës. Në Mbretërinë e Bashkuar, për shembull, ku kam pasur unë vetë trajnime punën time, uh, është një fuqate madhe nga organizata që quhet Wave Trust, që përpiqet ta ulë efektin traumatik të fëmijët në periudhën prej 10 vitesh me 70%, shkollat e informuar nga trauma, sepse kujdesi dhe praktika që ushqen nga vetë trauma mund të aplikohen nga secila organizatë, qoftë organizatë humanitare, organ qeveritar, pushtet lokal, apo edhe biznese private. Kjo lidhet me inteligjencën emocionale të liderëve, se sa me rëndësi është pra që të udhëheqim ne në mënyrë humane, që të krijojmë ambiente njerëzore që fuqizojnë fëmijët në shkolla ose në shërbime të tjera. Pra po, ka shumë iniciativa që ndërmerren dhe ka shumë kurrikula e programe që janë të përshtatura për shkollat. Edhe ky trajnim që kemi pasur ne, ka qenë një reagim ndaj në kuptimin e parandalimit të dhunës në shkolla, duke pajisur stafin dhe profesionistët që punojnë me fëmijë që të jenë të informuar nga vetë trauma dhe të jenë të vetëdijshëm për këto gjëra kur punojnë me fëmijët pra në punën e tyre të përditshme. Pyetje të tjera? Mirë. Nëse ndoshta unë nuk po shoh mirë, por që nuk kam pyetje të tjera këtu në seksionin e pyetje e përgjigjeve. Dhe kam ca pyetje në chat, një pyetje shumë interesante. Si mundet një menaxhere, më falni se miku tash, a mund të pyes të gjithë njerëzit që bëjnë pyetje në chat, ti vënë ato në Q&A, sepse ka shumë gjë që thunë këtu, po mikin ato pyetje, se po shkojnë nalt, dhe pastaj e kam shumë vështirë për të gjetur edhe një herë. Pyetja ishte kishte të bënte me mënyrën se si menaxherët bëjnë biseda në të, të informuar nga trauma kur ka ristrukturim ose shkurtim të stafit. Unë kam qenë në një pozitë të tillë për me personalin. S'ka të bëjë me faktin a do të shkurtohen njerëzit apo jo, ka të bëjë me transparencën,
ka të bëjë me ngrohtësinë e komunikim, mënyra se si i thoni dikujt që nuk do të jesh më i e punësuar, ka edhe më shumë rëndësi se sa ajo që bëni në fakt. Shumë organizata kanë procese që mund të implementohen në këtë rast. Pra, kur ka ai ristrukturim, konsultime, gjithë përfshirje njerëzve në vendimarrje, mbi atë, për ato se ku do të ndahen fondet e kështu me radhë. Ka janë disa prej proceseve që mund të zbatohen pra që të hiqet paksa dhimbja ose vujtja. Pra nuk është se nuk duhet të thuhet se çfarë po ndodh, por që thjesht bëhet më shumë empati, më shumë afërsi, sepse do të jemi në situata ku njerëzit duhet të largohen, të shkarkohen, o edhe duhet menaxhohet performanca atyre, por mënyra, qasja në të cilin e bëjmë, ndonjëherë ka edhe më shumë rëndësi se sa veprimi që duhet ta ndërmarrim në aspektin procedural. Mirë, kemi edhe një tjetër, si të zhvillojmë kulturën organizative, pjesën më të madhe, duke lëvduar inteligjencën kundrejt inteligjencës emocionale. Këto duhet të kultivohet, cilat janë mënyrat për të zhvilluar inteligjencën personale, emocionale, për të shkuarit në terapi. Pra, kemi ritheksuar shumë herë. Kujdesi informuar nga trauma nuk është qasje terapeutike, nuk është terapi në vetë vete, pra do t'i kthehemi asaj njerëzores, empatisë, kurreshtjes, si të krijojmë ambiente të tilla ku çmohet inteligjenca emocionale. E është interesante sepse nuk përmendet shumë shpesh, nuk thellohemi aq shumë në ato dosjet e mbikëqyrjes apo vlerësimit të punës, dhe mu për këtë e mbajmë këtë lloj sepse duhet ta kemi pjesë të vlerësimit, pjesë të vlerësimit të performancës ose stafit tonë. Sa inteligjent jemi në të reaguarit ndaj kolegëve tanë, si menaxhojmë stafin tonë. Të gjitha këto duhet të jenë pjesë e vlerësimit të performancës dhe organizatat dhe menaxherët mund ta bëjnë këtë duke implementuar në politika implementimi në vlerësimet e performancës së këmbëndave. Edhe duke marrë parasysh këtë, duke i vlerësuar personin në bazë të marrëdhënieve të tij apo saj, afërsisë me njerëz të tjerë, ose vullnetit për të ndihmuar për ta përkrahur tjetrin. Tu e pas kem një pyetje të mirë. Let për migrimin totalizoj, por që për fonti që nga i vogël e kam shumë vështirë ta shoh. Thot, në çfarë mase këto modele janë aplikuar në raste që kanë të bëjnë me fëmijë dhe familjarët e tyre që kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare ose azil? A ka ndonjë statistikë ose shembull mbi ato se sa raste janë trajtuar gjatë këtyre praktikave? Ka dikush që dëshiron të më ndihmojë të përgjigjemi kësaj pyetje, sepse është paksa e ndërlikuar dhe bën dallim midis vendeve të ndryshme dhe në klimën aktuale botërore që ka të bëjë me migrimin dhe disa praktika të tmerrshme që po i shohim se si trajtohen imigrantët. Unë do të thosha kështu thjesht, nuk është se ka ndonjë çësje të informuar nga traumat. Tani, në përvoja mbretërisë së bashkuar është që pjesa më e madhe e punës bëhet nga OJQ-t, kur familjet imigrante vendosen hyjnë në komunitet, autoritetet lokale bashkë me OJQ-t ofrojnë kujdes të informuar nga trauma, kujdes mbështetje në mënyrë të informuar. Por që është një pyetje me ngarkesë emocionale politike aktualisht, për shkak se çdo gjë që po shohim në lajme sot, si po trajtohet pra çështja e imigrimit në tërësi, sigurisht nuk do të mund të zhytesha më thellë në këtë çështje. A kemi ndonjë pyetje tjetër këtu?
si të aprovojmë sjelljen e ekipeve. Shumë trajnime nuk është se ndryshojnë gjë. Pas trajnimit, njerëzit mbeten të njëjtë. Pa pyetja është goxha interesante. Dëgjuam nga kolegët tanë më parë, për sa i përket sjelljeve dhe pastaj modelimit në ekip. Llogaridhënie, dëshiron dikush të përgjigjet kësaj pyetje? Eleftheria, Dimitris, Boris, si si ta aprovojmë, si ta përmirësojmë sjelljen në ekip. Unë mund të flas në kolegët tanë, kolegët e mi mund të më plotësojnë, ndoshta. Në fakt, po, e kemi atë pritshmërinë që të aplikojmë trajnime dhe të mendojmë se me magji do të ndryshojnë gjërat. Por kjo nuk ndodh çdo herë, sepse pa e sa kuptoj unë ose në përvojën time, aplikimi i praktikave të informuar nga trauma ku të bëjmë ato se si sa mirë je i sinkronizuar me nevojat e tua pikë së pari dhe sa i lejon vetes që të lidhesh ose të parafrohesh me nevojat e tjetrit. Pra ka një barë personale të punës që duhet kryer nga vetë individi dhe kjo nuk bëhet brenda dite ose brenda ore sepse kam ndjekur një trajnim. Është një diçka që duhet ndërtohet me ngadalë, do të thotë hap pas hapi, duke mos lënë ekipin që të kolaboj nëse ka diçka të vështirë që ballafaqohen. Pra që të gjejmë atë balansin, që të mos lejojmë gjërat të rënohen. Pra duhet të largohemi nga kjo pritshmëri që pas të mësuar për një gjë ose diskutimit për një gjë do të ndryshojnë gjërat si me magji. Të provojmë ta mendojmë, ta imagjinojmë një kornizë, një institucion e organizat ku ndryshimet e vogla ndodhin çdo ditë e kjo pastaj e krijon atë kulturën e mjedisit për cilën folëm. Nuk ka të bëjë kjo me një strategji që unë do ta bëj këtë e këtë dhe pastaj si me magji do të arrijmë këtu. Puna duhet të jetë e përditshme, puna duhet të jetë e vazhdueshme. Kaq do komentoja unë. Nëse mund të shtoj diçka dhe unë. Mendoj që një për arsyeve, sepse shumë trajnime dështojnë, është për shkak se është proces kognitiv, mënyra se si e shohim e analizojmë gjërat, por sjellja po ashtu ka të bëjë me pjesën biologjike që përmenda në prezantimin tim. Pra sjellja është gjë aq kulturore. Çfarë duam të them me këtë? Kur kthehemi në një ambient ku vazhdon të mbetet e njëjta gjë, sigurisht që kërkohet shumë më shumë kohë që të ndryshojnë gjërat për shkak se truri do të vazhdoj të veproj në atë funksionin e mbijetesës. Dhe sa po të kthehemi dhe fillon dikush na gjykoj, ne kthehemi tek ai presioni i lartë, fillojmë ta humbim reflektimin edhe kthehemi tek funksioni i mbijetesës. Ajo që ndihmon ndoshta në kuptimin e ndryshimit të një mjedisit të tillë është modelimi, dhënia e shembullit nga vetë lideri i ekipit ose dikush tjetër që ka një lloj përgjegjësie mosiprore që të veproj në një mënyrë të informuar nga trauma, për shembull, kur ai ose ajo dëshiron të shikoj nëse është kryer detyra, ai nuk pyet vetëm për detyrën, por ndjesinë e njerëzve. Pra, si je sot? Ose po më duket që je stresuar, si po ja del? Kur ke një bisedë të tillë, kjo pastaj të zhvendos edhe në ambient, sepse njerëzit fillojnë ta mendojnë. Ky lider, ai lider, nuk po mendon ka vetëm pa qëllimi përfundimtar, por më shesje që një njerëzore, me ndjenja, me emocione, po ndjen pak më i sigurt që të flas për stresin, sepse kam pasur vështirësi që të arrijë një gjë brenda kësaj pune. Nëse mund të shoj edhe një gjë të vogël edhe unë, ajo që duhet të bëjmë është që të fokusohemi tek procesi dhe dinamika në ekip. Do shta më pak tek ajo se kush e ka faj, kush e pati faj në këtë kuptim. Pra duhet ta mendojmë se çfarë po ndodh këtë ekip, çka po ngjan, pse funksionon kështu, pse njerëzit sillen kështu.
jo për ta kërkuar se kujt du t'ja vëm gishtin, kush është fajtori. Pa kjo është shumë me rëndësi që t'jemi më të informuar nga vetë trauma, pra emocionet që njerëzit i mbartin me vetë. Fokusimi tek mësimi, po, në vend të fajsimit. Mirë, mendoj që po i afrohemi një përfundimi të seminarit tonë virtual, do doja t'ju lëmë disa mendime përfundimtare. Tani, derisa përmbyllim ditën e sotme, dua t'i kthehem një gjë shumë të thjeshtë. Leadershipi i informuar nga trauma nuk ka të bëjë me sistemet të përkryera ose resurset pa kufizuara. Ka të bëjë me mënyrën se si paraqitemi, si dëgjojmë, si shpjegojmë vendimet tona, si reagojmë nuk jemi në presion dhe se sa vullnet kemi për të riparuar kur gjërat shkojnë keq. Nëse ka një gjë që duhet të mbahet mend nga dita e sotme, zgjedhje të vogla e konsistente të leadershipit krijojnë besimin e angazhimin në afat të gjatë. Nuk ka nevojë të bëhet çdo gjë ndryshe që nga nesër. Një gjë më e vogël, një gjë më ndryshe nesër. Ju falenderoj për gjitha pyetjet që keni bërë, faleminderit për punën që bëni për çdo ditë, faleminderit panelistëve dhe do të kemi edhe pak minuta deri në përmbyllje për ta nxjerrë edhe anketën që duhet plotësohet. Edhe Maria ka fjalën. Faleminderit gjithëve, faleminderit që ishit pjesë e këtij rrugtimi të mrekullueshëm që ka filluar vitin e kaluar në nëntor me webinarin ose seminarin e parë virtual ku kemi trajtuar krijimin e hapësirave të sigurta e të afërta me tokëzimin e parimin e kujdesit të informuar nga trauma në ndër veprimet tona të përditshme. Kemi parë pse ka nevojë për një kujdes të tillë të informuar nga trauma, siguria emocionale, fizike, bashkërregullimi, shmangja, rrit, traumatizimit dhe veprimet e tilla dhe pastaj jemi zhvilluar më tutje dhe kemi kaluar atë seminarin e dytë me të kuptuarit e sjelljeve si komunikim, reagimi me vetdije. Kemi parë se si trauma zhvillimore funksionon dhe çfarë do të thotë fjala mentalizim. Kemi menduar për rregullimin emocional, ciklin e ndikimit dhe ciklin e influencës ose ndikimit çfarë mund e çfarë nuk mund të rregullojmë ose kontrollojmë. Dua të falenderoj të gjithë ata që kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi, duke përfshirë panelistët nga të tre seminarët që kemi pasur, ekipet përkrahase Suzana, si forca jonë shtytëze, që të mos harrojmë edhe përkryesit tanë të mrekullueshëm që kanë qenë me ne gjatë gjithë këtij rrugtimi. Të gjitha incizimet nga këta tre seminar, apo seria e seminarëve janë në dispozicion, do të jenë në dispozicion në Child Hub, pa ata që janë të interesuar që ta marrin dhe ta dëgjojnë edhe një herë se çfarë është diskutuar, çfarë është biseduar, cilat kanë qenë tema që janë trajtuar në këta seminar. Faleminderit të gjithëve dhe është ky sondazhi këtu për cilin ju kërkojmë pak minuta që t'i plotësoni para se ta përmbyllim edhe seminarin si të tillë. Faleminderit të gjithëve.
Të nderuar, faleminderit shumë dhe paqi një ditë të mbar sot. Faleminderit shumë dhe miru pafshim.